Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Greqisë Evangelos Venizelos ishte sot në Shkup, ku theksoi se vendi i tij si kryesues i radhës i Bashkimit Evropian është i hapur për afrimin e 6 vendeve të Ballkanit me BE-n. Zoti Venizelos ka diskutuar me autoritetet maqedonase edhe mbi çështjen e emrit të Maqedonisë të kontestuar nga Greqia. Ndërkohë autoritetet e Shkupit kanë këmbgulur se zgjidhja e problemit mund të gjendet vetëm duke respektuar rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Korrespondenti Sakra Madani njofton nga Shkupi. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Greqisë Evangelos Venizelos erdhi në Shkup në cilësinë e drejtuesit të radhës me Bashkimin Evropian. Ai u takua me drejtuesit shtetëror dhe politik këtu në një kohë kur marrëdhëniet midis Maqedonisë dhe Greqisë duket se janë përkeqësuar edhe më tepër krahasuar me periudhën e pavarësimit të Republikës ish Jugoslave për shkak të problemit rreth emrit të Maqedonisë. Forcat të mëdha të sigurisë janë përqendruar nëpër rrugë dhe para institucioneve shtetërore ku kalon zoti Venizelos. Shoqata maqedonase para pak ditësh janë paraqitur me qëndrime radikale duke bërë thirrje që zyrtarit grek të mos i tregohet mikpritje, madje ai të shpallet person i padëshirueshëm në Maqedoni. Evangelos Venizelos në Shkup erdhi me makinë nga aeroporti i Prishtinës ku aterroi aeroplani i tij. Ai nuk ka dashur të zbresë në aeroportin e Shkupit, i cili e mban emrin Aleksandri i Madh, siç quhet edhe autostrada nga ky aeroport deri në Shkup. Zoti Venizelos ka biseduar me autoritetet maqedonase lidhur me procesin e integrimeve evropiane të Maqedonisë. I have the impression that the government Kam përshtypjen, tha zoti Venizelos, se qeveria, sistemi vendor politik, shoqëria civile këtu në Shkup janë të gatshëm që të marrin pjesë në dialog jo vetëm për çështjen e emrit, por edhe për shtimin e bashkëpunimit të dyanshëm, sepse të gjithë këtu e kuptojnë mirë se Greqia paraqet rrugën drejt perspektivave evropiane, drejt fatit euroatlantik të këtij vendi, tha ai. Maqedonia ka marrë statusin vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian fal qendrimit miqësor të Greqisë, shtoi ai. Ministri Venizelos zbrit të ditur se do të aftoj ministrin Maqedonës të punëve të jashtme në takimin e ministrave në muajin prill në Selanik. Zyrtari evropian dhe grek foli dhe për përparimin e Kosovës në bisedimet me Serbinë, si dhe për nevojën e afrimit të 6 shteteve ballkanike me Bashkimin Evropian. Presidenti i Maqedonas, Gjorgje Ivanov, sipas zyrës së tij, është shprehur se nuk i ka hije 2 vendeve fqinje evropiane që në shekullin e 21 të mos komunikojnë në nivel më të lartë politik, ndërkohë që ka theksuar nevojën për thellimin e bashkëpunimit në fushën e ekonomisë dhe bashkëpunimit ndërkufitar. Lidhur me çështjen e emrit, zyrtarët Maqedonas kanë theksuar shqetësimet për identitetin dhe gjuhën maqedonase, ndërkohë që kanë nënvizuar se zgjidhja e problemit mund të arrihet vetëm duke ju përmbajtur kornizës së bisedimeve në Kombet e Bashkuara dhe duke respektuar rezolutat aktuale të Këshillit të Sigurimit dhe të Drejtën Ndërkombëtare. Ndërkohë analistët në Shkup nga kjo vizitë nuk presin ndonjë përparim të Maqedonisë qoftë drejt integrimeve evropiane apo në marrëdhëniet me vendin fqinj Greqinë. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.